gjatë këtyre ditëve dhe kur do e mbledhni kryesinë e PD-s për të miratuar listën përfundimtare për zgjedhjet parlamentare? Të fanoroj për pyetjen. Kësaj radhe fjalën për kandidaturat e kanë patur, siç e keni pa vetë, antarësia e Partisë Demokratike në primare të organizuara në përgjegjësinë direkte të udhëheqësit të qarkut. Kjo është e vërteta. Asnjë kryetar qarku nuk ka patur asnjë ndërhyrje nga Sali Berisha apo kush tjetër, por ka qenë ai udhëheqës fuqiplot i procesit të primarëve mbi bazën e kriterëve të caktuara. Kështu që listat pak a shumë i kanë bërë antarët, pra propozimet, natyrisht e kam theksuar, do ketë këto modifikime, gratë është përcaktim statutor, të rritë është përcaktim statutor, dhe e them këtu, përfaqësime me që jemi në rajonal, të ndonjëherë të komuniteteve që për një arsye apo një tjetër nuk kanë pozicion e dur, por që meritojnë përfaqësimin. Ata nuk mund mbeten pa përfaqësim. Komunitetet të mëdha. Sepse i krijon qarku këto anëtor. Kjo pra do jenë korrigjime fare të lehta. Do ketë korrigjime, sigurisht. Kjo nuk mund diskutohet, se për këto arsye që thash, por nga ana tjetër, listat e Partisë Demokratike i ka bërë antarësia. Do shpallur, kryetarët e qarqeve do jenë aty, do japin mendimet e tyre, kryesia do vendos për nuk është gjerson në mënyrë absolute asnjë listë, asnjë qarku diskutuar apo përfunduar përveç se atyre që kanë bërë vetë antarësia. Duke referuar deklaratave tuaja gjatë javëve të fundit, ju keni thënë se ky është viti i diasporës. Diaspora do ketë emra të sigurt në listë, pra do ketë përfaqësinë e saj në listat e Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare? Diaspora do ketë emra në listë, nëse do ketë në listën e sigurt apo jo, këtë unë nuk mund ta them. Sepse nuk është përfunduar lista e sigurt. Nuk është përfunduar. Ka një moment, që duhet jemi realist. Një forcë majore, tamam, rezo majore, që ndërhyn në listën e sigurt është koalicioni. Koalicioni përfaqëson, e them dhe njerë, minimumi 26% të zgjedhësve të Shqipërisë. Minimumi. Mundet më shumë, po më pak jo asnjëherë. Atëherë, pa diskutim që ata, ky koalicion me pothuaj 1/3 e zgjedhësve do ketë përfaqësimin në listat e mbyllura. Dhe ky pastaj ka një ky jep listës mbyllur një karakter pak më të veçantë. Zoti Berisha, ju sot keni arritur marrëveshjen e koalicionit, pra e keni bërë publike dhe mbajtet një deklaratë pak më herët, ndërsa nga Selia Blu keni deklaruar se aleatët kanë 8 vende të listura, 8 vende të sigurta në listë. Bëhet fjalë për 4 vende Partia e Lirisë, pra 4 vende zoti Meta, 1 vend zoti Mediu, 1 zoti Dule, 1 zoti Idrizi dhe 1 zoti Duka, për ta saktësuar. Një zoti cili i fundit? Zoti Dule, zoti Mediu. Paka shumë kjo është. Paka shumë kjo. 8 vende janë për aleatët? Urdhë? 8 vende janë për aleatët? 8 vende janë për aleatët, po. Edhe në pyetje të fundit. 8 vende, sepse aleatët, domethënë thash edhe një herë, kanë në rekordin elektoral, kanë minimumi 26% të zgjedhësve në Shqipëri. 26 mars bashku. Edhe një pyetje të fundit. Gjatë fundjavës zoti Rama e ka sulmuar thirrjen tuaj për protestë ditën e shtunë. Është caktuar ora e protestës kundër censurës, siç ju e keni deklaruar? Faleminderit.
O protesta po afron, është një protest që është mirëpritur jashtë mase nga nxënësit dhe studentët dhe të rinjt. Jashtë mase. Ata e konsiderojnë censurë